Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Jam këtu me ju për të ndarë një histori që në fakt është një histori tronditse, me thënë drejtën, që ka të bëjë me një grua dhe me një burr, ku burri në këtë rast tregon të vërtetën për familjen e tij. Ai e ka zënë gruan në tradhti me dikë tjetër, por një tradhti që siç duket po ja ndryshon rrënjësisht jetën. Unë jetoj prej vitesh në Greqi. Kur u largova nga vendi im, nuk mora me vete shumë gjëra. Mora vetëm disa rroba, mora disa ëndra dhe një besim të madh se po luftoja për familjen time. Mendova se çdo sakrificë do të kishte një shpërblim. Punova ditë edhe natë. Durova mallin për shtëpinë, largësinë nga njerëzit e mi, dhe netët kur unë flija i lodhur, duke menduar se një ditë unë do të kthehesha me kokën lart. Gruaja ishte arsyeja pse vazhdova. Unë i besoja. Çdo mëngjes e telefonoja. E pyesja si ishte, çfarë ajo kishte bërë gjatë ditës. Nëse kishte ngrënë. Edhe kur isha i lodhur, përpiqesha t'i tregoja se ajo ishte personi më i rëndësishëm në jetë për mua. Por, pa e kuptuar, ndërsa unë besoja se po ndërtonim të ardhmen, dikush tjetër hyri në jetën e saj. Dhe ai personi që hyri në jetën e saj ishte shefi i saj. Në fillim nuk dyshova, ndryshimet nisën shumë ngadalë. Ajo filloi të ishte më e ftohtë, telefonatat tona u shkurtuan. Më parë mund të flisnim për orë të tëra, ndërsa më vonë më thoshte gruaja: "Jam e lodhur. Flasim nesër." Kur e pyesja për punën, përgjigjet ishin të shkurtra. Gjithçka është mirë. Por unë e ndjeja se nuk ishte mirë asgjë. Një mbrëmje e pyeta: "Ke diçka që nuk më ke treguar?" Ajo qeshi edhe më tha: "Pse po bëhesh kaq dyshues? Mos më beso më." Ajo fjali më bëri të heshtë, sepse unë nuk doja të isha burri që kontrollonte gruan. Nuk doja të bëhesha xhelos pa arsye. I thash vete se ndoshta ishte vetëm lodhja ime, vetmia, puna dhe largësia. Por e vërteta ime ishte se zemra ime kishte filluar të kuptonte atë që mendja ime nuk e pranonte në asnjë mënyrë. Pastaj erdhi dita që gjithçka në këtë mes ndryshoi. Isha në Greqi, emigrant, kur mora një informacion që nuk doja ta besoja. Në fillim mendova se ishte thjesht një thashëthem. Por sa më shumë kur kërkoja të kuptoja çfarë po ndodhte, aq më shumë copëzat e historisë lidhnin njëra tjetrën. Gruaja ime kishte krijuar një afërsi me shefin e saj. Një afërsi që nuk ishte më thjesht personale. Kur e kuptova këtë, nuk e ndjeva veten thjesht të tradhëtuar.
Unë ndjeva i zbrazur, mendova për të gjitha netët kur unë punoja larg saj. Mendova për çdo euro që kurseja, mendova për telefonatat, për premtimet dhe për fjalët të dua. Dhe mbi të gjitha, mendova si ka mundësi që unë po luftoja për një familje ndërsa ajo po ndërtonte diçka tjetër pas shpinës time. Atë natë nuk fjeta fare. Shikova telefonin për orë të tëra. Kisha dëshirë ta telefonoja dhe ta përballja menjëherë. Por diçka më ndaloi krejtësisht. Doja të dëgjoja të vërtetën prej gojës së saj, jo nga njerëzit e tjerë. Të nesërmen e telefonova. I thash dua të pyes diçka dhe dua vetëm të më thuash të vërtetën. Ajo heshti, e pyeta, çfarë po ndodh mes teje edhe mes shefit tënd? Në anën tjetër të telefonit ra heshtje, një heshtje që për mua zgjati sa një jetë. Pastaj ajo më tha, nuk është ashtu siç e mendon ti. Kjo përgjigje më shkatërroi më shumë se sa një po. Sepse kur njeriu nuk ka çfarë të fsheh, zakonisht përgjigje qartë. Unë nuk bërtita, nuk e shava, vetëm i thash, mos më gënjema. Kam sakrifikuar shumë për ty. Nëse ka ndodhur diçka, unë dua ta di. Ajo filloi të qante dhe në atë moment kuptova se dyshimi im nuk kishte qenë pa arsye. Nuk dua të tregoj detaje që nuk kanë rëndësi, për mua mjafton një gjë. Besimi është thyer. Ajo pranoi se ishte afruar me të dhe se kishte kaluar kufirin që një grua e martuar nuk duhej ta kalonte. Mu duk sikur më iku toka nën këmbë. Nuk munda të flisja për disa minuta. Pastaj thash, unë nuk po qaj vetëm për atë që ke bërë, po qaj për burrin që isha para se të merja vesh, sepse tradhtia nuk të vret vetëm atë ditë kur e zbulon. Të detyron të rikthehesh pas në kohë dhe të dyshosh për çdo moment. Për çdo telefonat, për çdo vonesë, për çdo justifikim, për çdo jam në punë. Dhe kjo është dhimbja më e madhe. Sot jam ende në Greqi, ende punoj, ende zgjohem çdo mëngjes, por nuk jam më i njëjti njeri si kam qenë. Më parë mendoja se familja mbahej vetëm me dashuri. Sot e di se familja mbahet edhe me respekt, besnikëri dhe me vërtetësi. Unë mund të falë shumë gjëra, por nuk mund të detyroj askënd mua të më respektoj. Gruaja ime më kërkoi një mundësi tjetër, më tha se isha penduar, më tha se kishte bërë gabim dhe nuk donte më të më humbiste, por nuk e di se çfarë të bëj. Kjo është letra e këtij burri.